të dytë dhe ka mundësi që ai nuk hin në votim fare në pjesën e parë dhe do të provon mi siguru numrat dhe do të shtyjnë afatet kohore sajnë afatet kohore për të mrejnë numrin gjartë të ne. Sa mund të rrezikoj Kosova dhe nga një palë zgjedhje të reja nëse veç nuk ka një dakordancë edhe nga ana tjetër edhe nga partitë opozitare, në rast se Kurti nuk arrin ta bëjë qeverinë? Kemi ardhur në një situatë që qasat janë 50-50. Formimi një qeverie të opozitës ose zgjedhje të jashtëzakonshme. Kjo është bindja ime, kjo është besimi im. A do të ishit ju pro, le të themi kështu, një palë zgjedhjeve të reja? Bazuar edhe më pastaj në gjitha... Unë e thash disa herë, na jemi pro një qeverie të opozitës, por nëse ajo nuk bëhet, nuk i alternativë. Tjetër alternativa është zgjedhje të jashtëzakonshme. Dua që pyes gjithashtu edhe për pjesën e zgjedhjes së presidentit në vitin e ardhshëm. A mendoni se ka qenë edhe kjo një pikë që ka shkaktuar ngjecje, le të themi kështu, në krijem të koalicioneve mes partive? Sigurisht që në temë e diskutim nuk ka qenë as në aleancë as kërkun, sepse ka edhe një vit kohë deri në zgjedhjen e presidentit ose presidentës dhe besoj që deri atëherë do të ketë zgjedhje të reja, që atëherë mund të bisedohet për presidentën. Kështu që për postin e presidentit ose presidentës. Jo vetëm tek pjesa aleancës, por edhe tek partitë e tjera. Mendoni se i kanë fillu kalkulimet qysh tani? Jo, nuk është diskutu. Brenda asnjë partie nuk është diskutu puna e presidentës, se në asnjë rrethon kërkush nuk mund ta garanton se çka do të ndodhë mas një viti.